për kërkesën që bën prindërit Aminin edhe drejtoria e arsimit. Shkollat e Prishtinës të premten mësimin e nesën më herët e edhe përfundimin e patën njësoj. Për shkak të muajit të Ramazanit, institucionet arsimore vendosën që procesin ta nisin 30 minuta më herët e të shkurtojnë minutat e pushimeve mesorve, në mënyrë që nxënësit të mbërrinë për iftar në shtëpi. Afër 6 vite që jam drejtori i shkollës, në këtë formë kemi vepruar siç ka urdhëruar tash drejtoria e arsimit edhe kryetari i komunës. Pse u bën një kërkesë e tillë, një arsye më patën nga Këshilli i Prindërve në kryeqytet. Viteve të kaluara ka qenë Ramazani më prej verës dhe për arsye që ka qenë më vonë nuk ka mujtë logjistikisht nuk ka mujtë kurqysh me ndodh kjo dhe kërkesa ka qenë prej prindërve nëse është e mundshme për arsye se pothuajse një pjesë e madhe e shkollave e përfundojnë mësimin pikërisht në kohën e iftarit. Kjo që e bëri kryeqendra e Kosovës nga njohës të arsimit nuk po shihet si diçka jashtëligjshme. Drejtoritë komunale kanë të drejtë të reorganizojnë mësimin, nuk është hera e parë që këtë po e bën Komuna e Prishtinës, ka bërë plot herë të tjera, njëjtë sikurse që e bëjnë edhe në plot komuna të tjera. Nuk gjykoj që ky vendim në vete përderisa nuk e prek procesin mësimor e cënon ndonjë të drejtë kushtetuese të kujdo. Veç kësaj, mënyrën e njëjtë të organizimit të mësimit e ka edhe vushtria.